Këtu është horoskopi i hënë 8 dhjetor 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Momentet e pasigurisë janë të pashmangshme, për fat të mirë faza më e vështirë ka kaluar. Ndonjëherë ju duhet të merrni më poshtë këshilla më të buta. Demi. Sot mundohuni të jeni të kujdesshëm, shmangni komplikimet, veçanërisht nëse ditët e kaluara tashmë ka pasur shqetësime ose paqartësi të veçantë. Kush nuk ka dashuri zhbllokon zemrën. Binjaket. Ju jeni simpatik dhe nuk do të qëndroni pa vërejtur. Disa situata të pasgjidhura në familje janë gati të zgjidhen. Gaforja. Do të vinë kohë më të mira, sot ju mendoni përsëri në të kaluarën ose ju kontaktojnë bezdisjet. Kushdo që ka zbuluar një tëmet në një marrëdhënie është i dyshimt, nuk di nëse duhet të falë. Luani. Nëse keni disa lëvizje ose duhet të bëni kërkesa, ndoshta sot është më mirë të heshtni, nuk është dita e duhur për të bërë asgjë. Një ditë e keqe në lidhje me kontaktet dhe në dashuri duhet të keni kujdes që të mos riktheni në të kaluarën. Virgjeresha. Ju mund të shpenzoni pare, dhe kjo nuk është një mënyrë e mirë për të administruar. Në dashuri do të luteni dhe ndoshta sonte mund të jepni edhe një justifikim për të shmangur një takim. Peshorja. Ju keni një ngarkesë të madhe të brendshme. Ne nuk duhet të nënvlerësojmë takimet e reja, ditë të favorshme. Akrepi. Situatat më të lehta për t'u menaxhuar, veçanërisht për çiftet që e duan njëri tjetrin, me demin dhe bricjapin mirëkuptimi do të jetë i veçantë. Formë e mirë fizike. Shigjetari. Është e lehtë këto ditë të hapësh shpesh portofolin tënd, jo për fajin tënd, por falënderimet për familjen, fëmijët ose fatin. Ditë e zënë. Bricjapi. Nuk mungojnë mundësitë e vlefshme në dashuri dhe në sektorin ekonomik. Ka një shans shumë të mirë për sukses. Planet e së ardhmes mund të bëhen gjithashtu me gaforen ose akrepin. Ujori. Favorizoni çdo ngjarje, por mos i merrni problemet me kokë. Është një periudhë e dobishme për ndjenjat, në këto ditë një dashuri nga e kaluara gjithashtu mund të kthehet. Peshqit. Parashikim shumë pozitiv për këtë ditë. Ka ardhur koha për të pohuar veten dhe kjo jo vetëm në një nivel sentimental. Ju jeni bërë më të vendosur. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mire.